që ka nisur Spaku edhe para që do të bëjë etj. Tani ne dim shumë mirë se si ka luajtur Rama. Unë jo më kohë të thashë atë shprehjen e xhonglerit njeriu që ka luajtur me disa porta dhe me sa duket kjo do t'i kthehet në thua pikën e tij të dobët në këtë rast. Se duke dashur të përhapesh, të ruash shumë ekuilibra, përfundon duke mos arritur asnjërin. Por në këtë moment rolin e drejtësisë si e shikon. Dhe i referohem këtu faktit që ke dosje të tëra të pushtetit Dirama, se Dirama kur del ky flet nuk duket sigurisht kryeministri, po i Ballukut, po i Ahmetajt, po i tjetrit dhe i tjetrit dhe i tjetrit. Pra si e shikon në këtë pikpamje? Spaku bllokoi gjithë transaksionet dhe pastaj për probleme me bankën private u detyrua që të bllokoj vetëm pjesën e transaksionit për një nga pasurit që ka lidhje me Artur Sheun, person i përfolur në gjithë këtë histori. Dhe është një hetim që ka nisur prej kohësh, nuk nisi me zvërnecën dhe vion. Për sa i përket gjithë pjesës tjetër, unë do të cillej një shembull të sotshëm. Spaku sot shpalli pretencën për themi bashkëpunëtorët e dosjes Erion Velis. Dhe gjëja që më bëri përshtypje atje ishte polici që hipi në furgon Erion Velin dhe i dha telefonin me idenë që ai do të fliste me të shoqen, pra bëri këtë veprim. Sipas Spakut duhet dënoi 5 vite burg. Klotilda Bushka, e cila ishte deputete e PS-s dhe i mori telefonin protagonistës së ngjarjes, i afshiu të gjithë të dhënat, pretendohet të dënohet me 600.000 lekë. Pra, kur sheh këto diferenca, ti gjithmonë ngre arsyetimin dhe idenë që pra politika ka peshën e saj mbi drejtësinë, mbi gjyqësorin dhe mbi Spakun. Kështu që është luftë si brenda asaj protestës, pra te protesta do mbizotroj arsyeja dhe ideja e qartë se pse duhet ta vazhdojmë, edhe te Spaku dhe te drejtësia do vazhdo mbizotroj ideja e mbështetjes nga BE dhe amerikanët për të vënë ligjmëri në këtë vend, apo do të bjerë në sundimin e qeverisë dhe të majorancës për të mos bërë drejtësinë këtë vend. Romiori, ne kishim bërë me Elkierin, fakt ka ditë që e transmetoj, po është e nevojshme kjo të duket.